Përshëndetje gjithëve. Në mbledhjen e qeverisë në fakt kaluam disa akte të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, po atë që do ndalem sot është një akt i rëndësishëm i marrë në kuadër të masave subvencionuese që qeveria shqiptare ka marrë në kohën e krizës së hidrokarbure dhe bëhet fjalë për masën e subvencionimit për transportin qytetës, ndër qytetës dhe rreth qytetës. Kujtoj që para rreth një muaj ne jemi ulur me shoqatat e transportit si dhe me përfaqësues të bashkive bashkë me Ministrinë e Ekonomisë dhe jemi ulur në tryezë dhe kemi dëgjuar gjitha shqetësimet dhe problematikat e tyre. Në atë kohë ne dhamë fjalën që do kishim një masë subvencionuese, siç kishim edhe në kohën e vitit 2022 dhe konkretisht sot e kemi miratuar që bëhet fjalë për një kompensim në masën 50 lekë për litër për gjitha shoqëritë e transportit publik, të transportit qytetës, ndër qytetës dhe rreth qytetës. Dhe po ashtu një lajm i mirë tjetër që përsëri ne u angazhuam në ato takime që kemi bërë me gjitha grupet e interesit të transportit është që këtë masë subvencionuese do e fillojmë që në muajin mars kur kishim dhe fillimin e efekteve të krizës. Dhe në këtë kuptim kemi përmbushur një angazhim të marrë me grupet e interesit dhe sipas dakordësisë përkatëse. Faleminderit. Përshëndetje zoti ministër, Klajdi Bodri nga Syri Televizion. Para disa ditësh keni deklaruar se shumë shpejt pritet shpallet fituesi për Milot Ballldren, ndërkohë është e njëjta gjë dhe për Kashar Lekaj. Teksa qeveria vit pas viti, le të themi, trumbeton një buxhet më të madh. Përse qytetarët shqiptar duhet paguajnë për rrugë me para kur buxheti i qeverisë e mundson që këto rrugë apo nuk e mundson që të ndërtohen dhe duke qenë se thuajse veriu i Shqipërisë është bërë i aksesueshëm vetëm me pagesë, duke nisur nga Thuman Kashari te Milot Ballldren dhe tek rruga e Kombit, duke qenë se tashmë kemi edhe këtë bordin e transparencës, ku një pjesë e madhe e rrugëve po bën me pagesë, a mos do të propozoni dhe heqjen e taksës qarkullimi, duke qenë se do t'i paguajmë rrugët kur të kalojmë dhe nuk kemi pse të paguajmë te karburanti. Milot Ballldren është një rrugë shumë e rëndësishme për gjithë korridorin Adriatiko-Jonian, por kryesisht për veriun e Shqipërisë dhe kryesisht edhe për qarkun Shkodër, në të cilën unë kam vëmendje maksimale për atë rrugë dhe që presim që patjetër është në procedurë konkurruese, ka rrugën e vet ligjore dhe komisioni i dhënies me koncesion po e verifikon me rregullshmërinë e duhur dhe unë pres që siç e kemi informuar edhe që ju e saktësuat para disa javësh, siç unë e kam informuar, do kemi mundësinë që ta shpallim fituesin dhe nisjen e kësaj rruge kaq shumë të rëndësishme për gjithë veriun dhe sidomos edhe për qarkun e Shkodrës, sepse lidh pjesën e korridorit Adriatik me pjesën tjetër të Shqipërisë. Për sa i përket le të themi shqetësimit që ju ngrini, unë mendoj që është një shqetësim që nuk është shumë i bazuar për shkak se të gjitha këto rrugë që ju